Tre lutje që pejgamberi alayhis salam I lexonte kur ishte në vështirësi. Edhe në momentet më të vështira të jetës, I dërguari I Allahut Muhammedi alayhis salatu wassalam I drejtohej Allahut të Madhërisëm me lutje. Këto lutje na mësojnë se besimtari gjithmonë gjen forcë dhe gjen shpresë tek Zoti I tij I Madhërisëm. Lutja e parë që e bënte pejgamberi alayhis salam është kjo: Ja Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Që do të thotë: O ti I gjallë, o ti I përhershëm, kërkoj ndihmën tënde me mëshirën tënde. Lutja e dytë: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Që do të thotë: O Allah, nuk ka lehtësi përveç asaj që ti e bën të lehtë, dhe ti e bën të lehtë edhe vështirësinë kur dëshiron. Dhe lutja e tretë: Hasbi Allahu la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Që do të thotë: Më mjafton Allahu, nuk ka zot tjetër përveç tij, tek ai mbështetem dhe ai është Zoti I Arshit të Madh. Kur zemra ngarkohet me brenga dhe sprova, kthehu te Allahu me lutje. Duaja është arma më e fortë e besimtarit dhe burimi I qetësisë së zemrës. Allahu I Madhërisëm thot në Kur'anin famëlar: E kur të pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër, I përgjigjem lutjeve të atij që më lutet mua. Prandaj le të më përgjigjen mua dhe le të më besojnë mua për të qenë në rrugë të drejtë.